بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا أيها الناس أونير كويدت كلنا considerat thirrjen e Allahut Azza wa Jall se kjo është thirrje për adhurim. Këtu është fitimi, shpëtimi, liria, knatësia, lumturia, krenaria, mburja. O njerëz, adhuroni Zotin tuaj i cili ju ka krijuar ju dhe ata që ishin para jush, që të mund të ruheni nga këqija. O njerëz, vërtet juve ju ka ardhur një provë bindë se Muhammedi nga Zoti juaj dhe zbritur një dritë e dukshme Kur'an. O njerëz, friksoni Zotit tuaj i cili ju krijoi prej një njeriu, ndërsa prej atij krijoi bashkëshortin e tij, kurse prej këtyre dyve krijoi shumë meshkuj e femra, dhe friksojeni Allahut me emrin e të cilët ju kërkoni të drejtat e ndërsjellën dhe ruani lidhjet parafisnore. Se vërtet Allahu është përherë mbi këqyrës mbi. O njerëz, juve ju erdhi nga Zoti juaj këshilla, Kur'ani, dhe shërimi i asaj që gjendet në gjokset tuaja në zemra, edhe udhëzim e mëshirë për besimtarët. O njerëz, ruajuni dënimin nga Zoti juaj, sepse dridhja pranë katastrofës kiametit është një llahëtari e madhe. O njerëz, ushqehuni me të gjitha ato gjëra të lejuara të mira që gjenden në tokë dhe mos dishni gjuhën të shejtanit, sepse ai është një mend armiku juaj i hapur. O njerëz, ruani me mirënjohje të mirat që Allahu u dhuron. A ka ndonjë Zot tjetër që ju furnizon juve nga qielli e toka? Nuk ka Zot tjetër përveç tij. E si pra e ktheni shpinën? O njerëz, ka dyshim se premtimi i Allahut është i vërtetë. Pra të mos u mashroj juve jeta e kësaj bote, dhe të mos u mashroj juve ndaj Allahut, ai mashtruari shejtanit. O njerëz, ju keni nevojë për Allahun, e Allahu nuk ka nevojë për ju. Ai është i falendëruar. O njerëz, unë jam për ta tërhequr e hap të vërejtjen. O njerëz, kjo thirrje që vjen nga krijuesi Allah, pa dyshim që është e këndshme për veshjen e njeriu të arsyeshëm. Allahu im, bëje fjalën dhe thirrjen tënde të dashur dhe të pranuar në zemrat tona. Allahu im, lehtësoj zemrat e njerëzve për ta pranuar thirrjen tënde. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yet humbly for more I stand.